Kryepiskopi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Fort Lumturia e tij Joan, ka vizituar për herë të parë qytetin e Shkodrës, ku këtë të diel drejtoi meshën para Krishtlindjes në Kishën Ortodokse të qytetit. Vizita u konsiderua një moment i veçantë për komunitetin ortodoks, ndërsa kryepiskopi përcolli mesazhe shpirtërore që lidhen me rolin e besimit në jetën personale, familjare dhe shoqërore. Gjatë predikimit, Fort Lumturia e tij Joan theksoi se përpjekjet për të ndërtuar jetën dhe shoqërinë pa Zotin janë të destinuara të dështojnë, duke nënvizuar se porositë hyjnore nuk përbëjnë kufizim të lirisë njerëzore, por garanci për të. Kryepiskopi foli gjithashtu për rënien e natyrës njerëzore dhe misionin e Krishtit për ringritjen e saj. Nëse nuk kemi dashuri në shpirt, do të thotë që nuk kemi restauruar. Ajo që përbën një njeri të plot është njeri që është mbushur me dashuri të gjithë njerëzve që ka. Fillon me familje dhe shkrirë akoma dhe më tjerë. Në botën e sotme është paksuar dashuri. Njerëzit nuk duan të dinë më për njeri tjetrin. Dhe prandaj kanë një jetë njeruar, sepse i vetmuar nuk mund të ndihesh dot të plot. Ne jemi qenë komunitare. E përsëris këtë sepse është shumë e rëndësishme për një krishter. I krishteri nuk është vetëm për vete. As kisha nuk është për vetën e saj, është për gjithë të tjerë. Çfarë mundësie që të ketë do ta ndajë me gjithë të tjerë. A nëse do të bestojmë Krishtlindjen të fortë, atëherë do fillojmë të kuptojmë mesazhin dhe misterin e mëshirimit të Zotit. Nuk është lehta për të njëri. Ja, përmenda pak më parë në gjenealogji, që midis të tyre kishte edhe shumë njerëz pa drejtë dhe mëkatarë. Sepse Zoti për Krishtlindjen natyrën e shtrembëruar të njerëzve për ta drejtuar përsëri. Dhe neve do të përpiqemi fillimisht për të gjë, për sa kohë që mendojmë që jemi të drejtë, e jemi në rregull, kjo është problemi. Shejtanët kuptuan që nuk ishin në rregull. Dhe më tregoj shpesh njerëzve disa episode shumë të rëndësishme. Nëse do dalë një rrezë drite e do futet në kish, do shikosh mira grimca fluuri. Në kështu nuk ka dritë, duket se është e pastër. E njëjta gjë ndodhet në shpirtin tonë. Prandaj dhe Krishtlindja është thjesht një përgatitje për të pastruar zemrën tonë, që me zemër të pastër ta presim lindjen e Krishtit edhe në zemrat tona. A nëse do të çojmë zemrat tona, do kemi edhe fuqi për ndriçuar dhe njerëzit që janë në rrotull. Një kandil i fikur nuk ndriçon. Prandaj dhe Krishtlindja është një dritë për të ndezur kandilin e shpirtit tonë e për ta përhapur në dritë, jo vetëm jetën tonë, por jetën e gjithë njerëzve që janë rrotulluar. Amin. Në mesazhin përmbyllës, kryepiskopi Joan vuri theksin te familja si bërthama e shoqërisë dhe përgjegjësia që çdo besimtar ka ndaj komunitetit. Pas meshës, Fort Lumturia e tij zhvilloi vizita në Bashkinë Shkodër dhe në myftininë e qytetit, ku përcolli mesazhe paqeje, bashkimi dhe bashkëjetese në prag të festës së Krishtlindjes.